Një fluturim 35.000 euro për Edi Ramën, një turp i pafalshëm për mijëra familje shqiptare që vuajnë. Në kohën kur mijëra familje shqiptare luftojnë për një copë bukë, kryeministri Edi Rama shpenzon 35.000 euro për një fluturim luksos në Europë. Një shifër kriminale, një tallje e hapur me hallet e qytetarëve që çdo ditë përballen me varfëri, papunësi dhe mungesë të thellë të mundësive. Nëse një vakt kushton mesatarisht 7 euro, kjo shumë lejon të ushqehen rreth 5.000 njerëz në nevojë. Me familje prej 4 anëtarësh, kjo do të thotë se 1.250 familje mund të kenë një vakt të ngrohtë, një vakt që për shumë prej tyre është luks. Por për qeverinë, këto 35.000 euro janë thjesht një shifër në buxhet, një shpenzim i papërgjegjshëm për luks personal dhe jo për nevojat reale të njerëzve që i kanë dhënë me gjak taksat e tyre. Kjo është vjedhje me shkallë të gjerë, abuzim i pastër i parave publike dhe një fyrje e thellë për çdo shqiptar që rrezikon të shkojë në gjumë pa bukë. Nuk ka lek të qeverisë apo lek të shtetit, ka vetëm para të qytetarëve, që përzihen në xhepat e pushtetarëve si një fes luksi në kurriz të popullit. Kjo është një tallje e hapur me dinjitetin shqiptar. Është koha për t'u ngjallur. Qytetarët e Shqipërisë nuk mund të heshtim më. Duhet të kërkojmë llogari dhe përgjegjësi të plotë. Nuk mund të lejojmë që të vazhdojnë të shfrytëzojnë taksat tona për luksin e tyre, ndërsa ne luftojmë për ekzistencë. Mjaft me luksin e pakicës dhe varfërinë e shumicës. Kjo është thirrja për protestë, për zë të fortë dhe për një fund të padrejtësisë që zgjat shumë. Populli shqiptar meriton një qeveri që i shërben dhe i respekton, jo që e përdor për pasurimin e vet.